Albin Kurti nuk zgjidhet kryeministër, nuk arriti me bë 61 vota, i mori veç 56. Nga tash zgjedhjet e jashtëzakonshme janë të pashmangshme. Përhaj zgjedhjet nga sot. Pas 193 ditëve të blokadës, ngërçeve, mungesës së dialogut politik, ne do të drejtohemi kutive të votimit edhe një herë. Kurti e mojti një ekspozit gjatë dhe prezantoi edhe kabinetin e tij të ri. Për këtë temë kam e bë një video tjetër kismet. Zgjedhjet e jashtëzakonshme do të jenë tepër interesante, të rëndësishme dhe të paparashikueshme. Janë interesante sepse për herë të parë po ndodhin zgjedhje një pas një. Pra pas zgjedhjeve të rregullta të shkurtit, po shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo është e paprecedent në historinë e Kosovës. Janë të rëndësishme sepse do të jetë një mundësi për neve qytetarëve me vendos me votë çka dhe si me zgjidh çështjen e zhbllokimit këtij ngërçi politik. Janë të paparashikueshme sepse nuk e kemi idenë se çka mendon publiku i gjerë rreth bllokimit 7-8 mujor në kuvend. Pra nuk ditë kush do shpërblehet e kush do të dënohet për krejt këtë blokadë, vetëvendosja e Kurti apo opozita. Kjo situatë është një shënjus ashiqare i dështimit të klasës politike për me gjetë një zgjidhje, për me bë një koalicion qeverisës, për me i shmang zgjedhjet e njëpasnjëshme. Është një simptom e polarizimit të madh politik. Pyetja më legjitime është tepër e thjeshtë. A do të mjaftojë një pol zgjedhjesh të jashtëzakonshme që këta politikan, këta burra e gra, me ul shpatat edhe me gjetë një rrugdalje bashk? Nëse dëshironi me qenë të informuar për këtë tema, mos harroni ma bë follow edhe shihemi në videot e tjera.